Barile. Barilli në arbëreshe, barle në dialektin lukan, është një nga fshatrat e vegjël me origjinë greko-shqiptare, në rajonin e Bazilikatës që ruan ende traditat etno-gjuhësore arbëreshe. Për më shumë se 5 shekuj, kjo zonë ka ruajtur përdorimin aktual të gjuhës arbëreshe, dhe vetë dijen për identitetin e saj etnik dhe kulturor. Prejardhja e saktë e emrit të komunës nuk dihet. Disa besojnë se rrjedh nga barale ose barelium, një temë që tregonte detyrimet apo taksat për tufat. Të tjerë besojnë se vjen nga fuqit prej druri që përdoren për të ruajtur verën e prodhuar në zonë, nga hardhia vendase Aglianico del Vulture. Lidhja me verën gjendet edhe në stemën e cila ilustron një fuqi mes dy bredhave dhe një tuf rushi. Kolonia e parë greko-shqiptare, e quajtur arbëresh, mbërriti në zonë ndoshta në vitin 1477. Pas rënies së Shkodrës dhe nga popullsia vendase u mbiquajt kolonia e Klefitit, që nga ai moment, së bashku me ngjarjet historike që karakterizuan Shqipërinë, Murtaja, pushtimet turke e te, Barile u bë destinacion për shumë familje shqiptare në Arati. Feut fillimisht i familjes Caraciolo, Karaciolo, e më pas i familjes Carafa, Karafa, ka arritur të ruaj ritin grek deri në shekullin e 17 dhe ende sot ruan disa rite me origjinë ortodokse dhe zakone origjinale shqiptare. Në 1860 një qyteti u bë një pjesë integrale e brigandës lukane, duke pasur në gjirin e saj figurat kryesore Michele, Volonino dhe Teodoro, burra besnik të Carmine Crocco, që kundërshtuan qeverinë e Savojës të Vittorio Emanuele, i cili kishte marrë së fundmi detyrë. I konsideruar si një nga qytetet më të rëndësishme lukane të vajit të Ullirit dhe Verës, bën pjesë në shoqatën kombëtare të qyteteve të vajit dhe shoqatës kombëtare të qyteteve të Verës. Në zonën jashtë qytetit, mund të vizitoni bodrumet apo kantinat shesh, shtëpitë e vogla artizanale karakteristike me dyer me ngjyra, ku ruhet vera shumë e çmuar Aglianico. Në periudha të ndryshme të vitit, qyteti është skenë ngjarjeve interesante, kushtuar traditës së ushqimit dhe verës. Rruga suggestive Krucis, për shembull, e cila në ditën e premte në shenjtri kujton pasionin e Krishtit, me 4 shekujt e saj, është përfaqësimi i denjë më i vjetër në rajonin e Bazilikatës. Ky manifestim ruan reminiscenca shqiptare, të gjetura në disa figura kyçe të kortezhit, si cigani i stolisur me xhavahire, simboli i origjinës të komunitetit shqiptar. Qendra historike e Bariles, shumë suggestive, është një varg harqesh karakteristike, portalesh dhe rrugësh të shtruara me gur, përmes të cilave mund të zbulohen traditat arbëreshe.